po kur gjithë Europian nuk shkojnë atje, ky vetëm, më thënë, flasë për Europë dhe kalojnë ditë, më thënë, qatë keta, një qatë kapi, ky vetëm për të bërë shomenin, i më bënd gjitha, më thënë, nuk ka. Pritet shpejt, pritet janë... Thonë që të ketë ndryshime qeveritare nga këta, presin gjithë vend gjithë prapë më radhë, duke qenë se ca nga këta ministrat, jo vetëm që shkëlqyen, po ngelen klasë shumë këllaj, besoj se do kemi një rishikim të kabinetit qeveritar kështu flanë. Po, unë mendoj që tjeti qeveri teknike, por ka gjasa? Gjasat, unë them që po. Pse të them gjasat? Ta mund të jashtojnë oksigjenin vetës vetë, normalisht, duke qenë se janë 50 deputet të rinj dhe thoni duhet ndrojnë ju për 3 muaj, keni dhe më ndrojnë për 3 muaj për të ngrinë kartonin. Ku do vjen ata? Ata do ndrojnë kartonin se për 3 muaj ata s'marrin as gjë, më thënë as një publike senior as diçka. Kështu që te kjo pjesë e ka vënë i ka eliminuar me kohë ata grupimet e Lion Velirat e këto ja preu krahat, po shikoni Toni për shembull e hoqi na deputet Laçik ministër për të bërë qefin, po ishte pjesë bushka ato tjerë që ishin i hoqit gjithë se ishin pjesa. Që ishin dora. Edhe sot ka bërë lëvizje. Në rang drejtorësh, institucione të rëndësishme. Dakor, patjetër. Flasim për drejtorin doganave, flasim për Nuk e di si jeti me fantazinë hollywoodiane të Hollywoodit, por mua më ngeli pak tek ajo USB-ja. Domethënë mund na japësh në një gjë, në një tisje, në një cytje. Sa t'ja u hapim pak, t'ja u miklojmë pak edhe fantazinë. Ajo që, me gjithë respektin për gazetarën që keni nxjerrë ju, shumëzoni për 100. Kaq. Edhe pastaj mendoj që ne duhet të shumëzojmë 1000 ato që ka spaku. Domethënë është kaq rëndë situata? Shumë rëndë. Kështu që nuk ka mundësi se nuk bën vaki, nuk ndodh. Vetëm se këta ka vetëm një frikë që këta, ose ky shoku që man durët aty lidhur, Ramses. Mund të çojë se duke qenë se spaku për 3 vite s'ka don këtë, dhe kjo është gjë më frikshme që më frikson mua për 3 vite i marrë mandat. Po pra, edhe kjo është problemi vetë, që këta mund të çojnë gjërat, ujërat deri në skadencën e fatës spakut dhe të gjithë këtyre. Dhe po të shikoni të fjalimi im dje, unë një ndër pikat që i thash atit ishte pikërisht heqja mesatarës që ndodh sot te shkolla magjistraturës, sa ishte filtri parë që merr dhe kanë hyrë gjithë patronazhistat, domethënë kanë hyrë gratë, buçuna, kalamaj sekretaresh, qoftë të pastruesve që marrin ata për shtëpi, se i kanë ezoruar gjithë njerëzit e veta gjatë 13 viteve nëpër institucione. Dhe i ka ngel vetëm kjo, domethënë i ka kap dhe reformën e drejtësisë, sepse ne shikojmë reformën e drejtësisë atë që kemi arritur, pra këtë, po presim që janë këta brezi që do rikthehet. Dhe këta i kanë kap gjithë. Siç ndodh në Itali, gjithë majta kap gjithë sistemin e drejtësisë, po të shikoni luftën që është bërë ndaj djathtave gjithë kohës. Pra këta ka kopjuar, e na vun gjumë, sepse logjikisht, por ne do të mëshonim më shumë të ajo që po ndodh sot te shkolla e magjistraturës. Sepse janë ata të rinj që do futen në ky sistem. Dhe po të shikosh, unë kam kolegët e mi avokat përballën për ditë, apo sekretarët që njoh gjykatës e tjerë me radhë, vinë kështu me prerje, nuk e di më thënë, kombajn dhe me qëndrim si ky, më thënë, se edhe një sekretar që ka 20 vjet në gjykatë atje trajtojnë kështu, këtë nuk e di ç'është kjo mani tani në burg, që këtu në Shqipëri një bashkëpunëtor, një që nuk e ka statusin tat apo ku diun atë shkollimin tat do të trajtojnë kështu. Sepse është vetëm një mënyrë për ta mbajtur këtë lloj. Pasa ky popull taj dajak për po çfarë të shpenë dy këtë, unë kam 5 vjet